Përshëndetje, unë jam Livia, edhe unë jam shqiptar. Livia Tare. Si e Livia? Shumë mirë. Tare? Po. Më duk s'ke lidhje me atë futbollistin. Po, është gjëgja im. Seriozisht? Po, unë jam goca Aron Tares dhe Mbesa Igli Tares. Në vërtet? Po, kushëri im është Etjen. Okej, nuk e di tani ti the gjën më të rëndësishme të parë, soi më skup. Fal. Okej, nice. Po ti keni lidhje me futbollin apo? Kur isha e vogël luajta, normalisht se kisha familjen. Babi luante në fakt për Partizan, po luante basketball. So babani kisha basketballist dhe xhaxhani kisha futbollist. Po. Edhe gjyshi im në fakt bënte disk në Olimpik. Edhe deri në konte ti shumë vjet më parë. Po e kam familjen sportist, gjithë bëjnë sport, po. Po ti ke bëni sport tani këtu në Amerikë? Po, unë luaj volleyball. Po, edhe kam luajtur basketball, edhe bëra track and field në gjimnaz. Mendova të kapsha matë, më thoshte mbasi që s'luaj ose një. Jo. Më vëri babin punë të luaja. Sa kohë ke në Amerikë? Unë tani erdha në 2019-ën. So kam një 5-6 vjetë këto. Si ka ardhur? Më fol pak për kush ishte domethënë nisma që erdhe, pse erdhe me qëllimin të rrije, erdhe për vizitë? Jo, në fakt ishte shumë pa plan. Kisha ardhur për vizitë, kam tezen që jeton në Massachusetts, edhe erdha në verë ta vizitoja kështu për të marrë pushime në Amerikë. Edhe ajo më futi në një kamp për tenis. Edhe luajta tenis me kalamajt e lagjes, edhe më pëlqeu shumë shoqëria edhe njerëzit që jetonin aty. Edhe unë shkoja në një shkollë shumë të vogël në Shqipëri, në shkollë privat. Edhe kishim 12 njerëz tër klasën time, ishim vetëm 12. Në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Sa njerëz do të thonin që ishe me fat që ishim vetëm 12? Po, ishim shkollë internacional, domethënë studentët ishin nga çdo vend. Nuk mund të shkojë në atë shkollë, po kishte pasaport shqiptar. Edhe unë kam pasaportën amerikan, se jam lindur në Amerikë, por lëviza në Shqipëri me njerë kur u linda, se babi punonte. Ishe mendimi jo që lëvizë në Shqipëri më pas e linda, apo? Po, jo. S'ka mundësi. Pra ti lëvizën, do më thënë lindë në Amerikë, more pasaportën, good job, dhe lëvizën në Shqipëri. Po. Pastaj, do më thënë, thej që para 6 vitesh, erdhe, 6 apo jo? Po, 6 vite. 6 vitesh erdhe në Amerikë për pushim. Po pushime. Po. Okej, dhe pëlqyen. Edhe më pëlqeu shumë, dhe erdha vetëm. Erdha vetëm. Pa familjen, pa prindrit. Pa prindrit, më solli tezja në aeroplan. Edhe tër verën, ai shumë kënaqja që i thoja prindit, lutem, a mund të ri, dua të shkoj në shkollë këtu, dua ta provoj një vit, aman, vetëm një vit më leni. Edhe babi kishte në problem në fillim, po mami kishte më lehtë që të më linte, se ajo është rritur në Amerikë, edhe kupton si është shkolla këtu, dhe ajo donte që unë ta kisha eksperiencën që kanë fëmijët këtu në Amerikë. Edhe vajta për një vit, edhe ai shumë kënaqesha dhe ai shumë pëlqevi që nuk doja të shkoja më në Shqipëri, doja të rija këtu. Edhe pasaj vuri mend mami, tha okay. Ne në fakt ishte plani që të bëja shkollën gjimnaz në Amerikë, që të shkoja në universitet këtu, por unë e mora ato planin një qik më shpejt edhe vajta 2 vit më përpara se kishte vënë prindrit. Po pasaj, në vitin e Covidit, më erdhi mami me 2 vëllezërit më të vogël, edhe pasaj morëm në një shtëpi, edhe tu kemi qenë. Aty keni qenë. Nuk keni parë mbrapsht, me thënë. Do më thënë kam vajtur në Shqipëri për pushime kështu, por nuk jetoj më aty. Ke vazhduar jetën. Dhe më thuj pak nëse ke, do më thënë diçka, për shembull, si ishin, normalisht ke qenë dhe më e vogël, po si mund të ishin planet e tua kur jetoj në Shqipëri dhe që mendove, okay, do vi për pushime në Amerikë, do më thënë, a kishe ëndra, plane, kishe qenë dhe më e vogël normalisht? Dhe si ka ndryshuar planet tani që je këtu? Ka ndryshuar qëllimi për shembull që ti ke pas para se të vije këtu, apo atë ëndrrën tënde ke ndjekur që ke pasur, domethënë? Unë, të them të vërtetën, kur isha më e vogël, do thoya kisha më shumë ëndra, edhe kisha më shumë dëshira për gjëra se isha normalisht më e vogël. Edhe një nga ëndrat e mia kur isha e vogël është që të rija në Amerikë, edhe të jetoja në Amerikë, sepse kushtet në Shqipëri, kur isha unë, domethënë kur isha unë e vogël, nuk krahasoheshte me Amerikën. Edhe domethënë ëndra ime që unë
e komplicova kur erdha e vogël ishte që të vija në Amerikë. Edhe tani që jam këtu, thjesht dua të marr të gjithën që mundem, edhe të bëj sa të mundem me këtë jetë që e kam këtu edhe me këto kushtet që i kam, që janë më shumë të mira se që janë në Shqipëri. Edhe dua që ta kem të shkoj në shkollë të mirë, edhe e kam zënë shkollë të mirë, edhe më pëlqen. Çfarë shkolle je? Jam te Bentley University, që është në Waltham, edhe studioj financë edhe teknologji. Çfarë viti? Kjo është viti i parë. Viti i parë, Po, okay, viti purim i parë. atëherë. Shumë faleminderit. Ato më kanë thënë të marrë Amerika me të mira kur ka marrë tu. Të marrë shkolla Bentley me të mira. Po. Edhe domethënë historia ime që e kisha në Shqipëri, unë nuk do isha personi që jam tani dhe unë nuk do isha te shkolla që shkoj tani, po mos ta kisha atë. Për atë hap. Po, edhe po nuk isha në Shqipëri dhe bëra gjithë ato gjëra që bëra. Unë isha e vogël, kisha shumë pasion për macet e qenë dhe kafshët, edhe gjithmonë i shpëtoja rrugëve. Edhe i sillja në shtëpi, domethënë kisha në një kohë kisha 5 mace, 6 qenë, kisha një buf që kisha bufin ku e gjete? E gjeta kishte rënë nga pema, ishte i vogël bebe, edhe kisha gjyshja ime e ka emrin Zana. Edhe ajo tër jetën më ka rritur të jem shumë e dashur me kafshët, edhe ti dua shumë. Edhe domethënë që kur kam ardhur këtu, këtu më fal që po ndërpres, po këtu nuk ke shpëtuar mace që të zgjedh gjë. Edhe ajo ishte një nga gjërat më të vështirë në fakt për mua kur erdha këtu, se unë ndjeva një mungesë në fakt në jetën time, si nuk mund të shpëtoj njerëz ose kafshët që janë që duhen ndihmë. Po. Edhe ajo ishte një shift në jetën që duhesh ta drejtoja tër dashurinë për të japur, për të shpëtuar në diçka tjetër, sepse në fakt nuk mundem më këtu, se nuk duhet ndim kafshët, se s'ka kafshë rrugëve. Edhe ajo ishte një ndryshim në fakt shumë e madh për mua në jetën time kur erdha këtu. Edhe në fakt më mungon shumë, të them të vërtetën, që para 2 muaj kam marrë një macë rrugëve, këtu nuk e kam shpëtuar, po e kam gjetur kështu në shelter, edhe e kam marrë dhe e kam sjellë në shtëpi dhe tani kam një macë. Edhe unë kam një macë. Po, e ka emrin Milo, po babi i thot Milo. Po normal, e shqiptarizon, si unë, Brian, këtu më thon Brian. Edhe kemi një qenë që e kemi sjell. Dhe ajo e ka emrin Bora. Bora. Po, se është e bardhë. Po. Kjo është, se e kam dhe screensaver. Një sekundë duhet heq të hartën. Kisha akoma location. Kjo është macja ime. Sa i bukur si ka emrin? Nicho. Mashallah. Tu e shkruajmë N-I-C-H-O. E shkruajmë Nicho. që ta thojnë Nicho. Po. Sa e lezetshme. Edhe ne e morëm kështu në marketplace, në fakt. Po. Facebook Marketplace, kemi pas dhe macën në Shqipëri, po kur erdhëm këtu, donim një diçka. Po, të mungon kafsha. So, çfarë është një gjë që përveç këtë që e the, në kafshëve, diçka tjetër që të mungon nga Shqipëria, për shembull, ke pasur shoqëri në Shqipëri para se të vije këtej? Po, ban akoma kontakte me ato? Po, e mbaj. Shoqërinë që e kisha në atë shkollë para punës, tër 12 kalamajt që i kisha në klasë, flas akoma. Edhe kur shkoj në verë, i vizitoj, edhe ri me ata. Por, nuk e di, diçka tjetër që më mungon nga Shqipëria, nëse ka gjithë. Njerëzit, është kultura. Kultura e Shqipërisë është e bukur dhe është e mirë dhe është diçka që domethënë ma ka shaped jetën, e ke parasysh? Ta ka formuar jetën. Po, formuar jetën. Po, fix. Edhe në Amerikë kulturat ke gjithë këto kultura të ndryshme, njerëzve që janë nga vende të ndryshme dhe është një çik më shumë e vështirë të bësh shoqëri edhe të gjesh njerëzit që të kuptojnë edhe domethënë janë si që e ti. Edhe unë kam gjetur në fakt që kam ardhur te kjo shkolla, te Bentley, është vendi i parë që kam parë shqiptar. Edhe kam gjetur shoqëri shqiptar, se te shkolla ime e gjimnaz, unë isha vetëm unë shqiptare. Edhe domethënë më mungon shumë shoqëri shqiptar, edhe njerëz që vinë nga kultura ime dhe që kuptojnë kushtet e jetës që unë jam rritur. Kur vi këtu dhe i them unë shoqërinë që po, unë jetoj në fshat edhe prisnim kokve dhe te pulat edhe i hanim edhe shkojmë dhe merrnim qumshin nga lopa, ata çmenden, më thonë, që është kjo, është çmenduri.
Edhe ajo është diçka që Ajo mendoj është diçka që nuk mund t'ja mësosh dikujt tjetër nëse nuk e ka jetuar, apo jo? Do të thënë nëse s'ka jetuar atë lloj jete, atë lloj gjëje. Kush ka qenë momenti nëse më pyes, momenti më i vështirë që mund të kesh kaluar këtu, ke pasur nëse do ta ndash gjithmonë diçka ose diçka për shoqërinë ishte një nga gjërat më të vështira. Kur ke ardhur, domethënë po. Kur erdha në fillim, e përqeva shumë që doja të rija. Edhe kur ndenjta, u mësova me atë shoqërinë që i kisha në klasë, edhe u mërzita mbasa kohë, se pastaj e kuptova që po u gëzova në fillim, sepse ishte ndryshe, edhe nuk e kisha parë ndonjëherë. Po pastaj, nga kohë që kishte kaluar, malli i Shqipërisë më erdhi më shumë, edhe shoqëria shqiptare e kërkoja më shumë. Edhe kisha një 2-3 vjetë që isha aty dhe u mërzita sepse më vinin sikur nuk gjeja dot shoqe që më kuptonin shumë mirë, që domethënë personaliteti im që e kam shqiptar, e ke parasysh jemi një çik të trash edhe çik gjatë. Po, dhe është ndryshe. Edhe gjatë kohës që kam qenë këtu, më vjen sikur kam shikuar shumë njerëz të ndryshme, kam kuptuar edhe kam mësuar shumë gjëra në botë, që Amerika më ka hapur se është një botë shumë të ndryshme se është bota në Shqipëri. Edhe më vjen sikur në fakt jam bërë njëri më e mirë dhe njëri më e hapur, sepse kam parë tërë këto njerëz që janë kaq të ndryshme, që vinë nga këto vende të ndryshme me kultura që unë nuk i kuptoj, dhe unë nuk i kuptoj. Edhe u mësova kështu që unë po ndjem sikur njerëzit nuk më kuptojnë mua se nuk vinë nga vendi që vi unë. Por të tërë njerëzit që janë këtu kanë ardhur nga një vend tjetër. Nuk ne të gjithë jemi imigrantë, edhe ne të gjithë kemi një vend që i themi që është shtëpi. Por ta bësh këtë vendin që je tani, ti marrësh ato ëndra, ti ndjekës ëndrat që ka në Amerikë, duhet të jesh me një sy të hapur edhe të shikosh njerëzit si që janë ata, edhe çfarë duan ata të japin në këtë jetë. Edhe jo të kërkosh njerëzve që vetëm të kuptojnë ty, po ti të bëhesh njëri që të kuptosh të tjerët, edhe që ta hapesh më shumë, që edhe po të mos të kuptojnë ty, ti mund ta kuptosh pse. Edhe thjesht të bëhesh njëri më, nuk e di, më qetë. E ke parasysh? Se isha shumë pse nuk e kuptoja, kisha shumë gjëra që nuk kuptoja në Amerikë, që njerëzit që bënin kështu, gocat ishin më kliki, që i ke parasysh, se në Shqipëri më vjen sikur njerëzit janë më familjare, të gjithë rrim bashkë, ftojmë të gjithë. Edhe ajo ishte diçka për mua që ishte vështirë, por e kam kaluar edhe jam shumë krenar që e kam bërë, sepse më vjen sikur jam njëri më e mirë si rezultat. Edhe në fund të fundit mund ta përqej Amerikën sa që përqej Shqipërinë, po thjesht duhet unë e di në zemrën time kush është shtëpi, edhe kush është vendi që unë duhet ta bëj shtëpi. Sa e bukur kjo, pëlqeu, do të nice. Çfarë do ishte një këshill që mund t'i jepje ti një emigrant shqiptar që për shembull sapo ka ardhur në Amerikë dhe e ke përdorur ndihet i mbi ngarkuar, overwhelmed me gjën. Një këshill që mbase ti do doje të ta kishin dhënë ty kur ke ardhur. Do thoja që dako me sa njerëzve që të mundesh, sa njerëz të ndryshme, njerëz që do mendosh që nuk të pëlqejnë. Mos që ndrosi me thënë i mbyllur në atë kapsulën, për shembull që vetëm me shqiptar ose. Po, se gjëra që shqiptarët që e kanë shumë normal që e bëjnë, është që kur vinë në vend të ndryshme, me njerë futen me ata që i njefin normalisht, familje, kushërit, edhe nuk ndahen nga komuniteti shqiptar. Edhe për shembull në këtë shtet, Massachusetts, në vendin që ri unë nuk kanë shumë shqiptarë. Dhe ajo ishte e vështirë për mua se unë nuk mund të rija edhe të më mbronin shqiptarët, dhe ke parasysh. Edhe më vjen sikur
ne shqiptarët jemi shumë njerëz bashk, edhe jemi si forcë me numër, e ke parasysh, edhe nuk kemi individual është më e vështirë. Edhe të jesh njëri më e fortë edhe që ta kalosh vështirësinë e të vish në një vend të ri, unë them që duhet ta hapesh më shumë si një person, edhe mos të rish në ato normalet të Shqipërisë. Duhet ta dish që kjo është vend tjetër dhe njerëzit janë shumë ndryshe. Edhe ti mund të jesh mos u ndrysho veten, ti jesh siç je ti, po thjesht hapu. Edhe shiko, edhe mëso. Si ka qenë anglishtja jote kur ka ardhur këtu? Ka qenë e mirë? Kishe turpëfisje anglisht në fillim? Po, unë anglisht komplekse apo ke qenë një nga se ti më the që dhe shkolla në Shqipëri ka qenë anglisht apo jo? Po, unë e ke pasur në rregull. Po, anglishtën nuk e kam pas shumë vështirësi se mami më ka fol kur isha e vogël edhe pastaj vajta në shkollë. Edhe në fakt unë kam mësuar të lexoj dhe të shkruaj në anglisht dhe kur më kishin futur 1-2 vite në shkollë shqiptar, kur isha e vogël, edhe nuk e bëja dot sepse kisha mësuar në fillim si të shkruaja dhe të lexoja në shqip, që në fakt që kur kthehem tani në Shqipëri, jam shumë më mbrap se shoqëria ime se kanë ardhur dhe ato slang që tani i bëjmë dhe shkruajnë ndryshe dhe janë tërë ato që në fakt shqipen e kam më vështirë. Livia ka ndonjë kuptim si emër? Babi ma ka vënë emrin nga Livia Drusila, që ishte gruaja e Augustus Caesar. Po, dhe Butrinti është një park, nuk e di ai një Butrinti, është në Butrinti në Sarand. Po, babi im është drejtori i Butrintit. Po, edhe vitin që ishte mami shtatzan me mua, babi kishte ardhur në New York edhe e gjeti statuën e Livia Drusilas që ishte e humbur dhe ishte vjedhur nga ca njerëz shqiptar dhe e shisnin në auction në New York, edhe babi e gjeti. Si e gjeti, apo historinë vetë? Nuk e di në fakt, duhet ta pyes. E gjeti në Amerikë? Në Amerikë e gjeti, e ndjeki dhe e gjeti që ishte duke shitur në auction, dhe ai e mori dhe solli prap në Shqipëri dhe vuri statuën në Butrint. Po më fal, pse statuja në origjinë ishte bërë në Shqipëri? Ishte po. Statuja e gruas të Augustus e Livia Drusilas ishte po. Edhe tërë statuat që dhe tani është në Butrint kjo statuaj? Po, është në Butrint dhe e ka hundën, e ka të humbur. Po babi ma ka vënë emrin se atë vit që e gjeti ishte mami shtatzan me mua dhe pastaj u linda dhe unë isha vajza e parë. Po, sa e bukur. Po, edhe ai ma vuri emrin Livia.